Fatit roket në dorën tuaj, këto janë 3 shenjat më të favorizuara të javës. Demi e nis javën me energji pozitive, cila sjell qetësi dhe stabilitet emocional për ju. Hyrja e diellit në shenjën e Gafores në 20 qershor rrit ndërveprimet tuaja shoqërore dhe favorizon situata të romantike. Gaforia. Kjo javë filloi në mënyrë magjike pasi hëna në Peshq solli romancë dhe surpriza të ëmbla. Në 20 qershor dielli hyn në shenjën tuaj duke ju sjell humor, vetbesim dhe forcë të brendshme. Peshqit. Hëna në shenjën tuaj në 17 qershor do të krijojë një atmosferë përallash që ju frymëzon dhe ju ndihmon të rilidheni me veten. Marsi në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve sjell pasion, por edhe disa sfida, por ju jeni gati të përjetoni dashurinë më intensivisht ose të thelloni një marrëdhënie domethënëse.